Makarona me mish të grirë soje. Tani nuk është mishë, tamam, për ata që nuk duan të hanë mishin, do me thënë, edhe është soje, besoj se keni parë është në çdo supermarket. Si e përgatitim tani? 3 gota të zjera me ujë, do hedhim 1 gotë me mish soje dhe do ta lëmë që të valojë. Pastaj në një tigan me vaj do skuqim qepën, do t'i hedhim karota edhe speca, nga këto perimet çfarë të doni juve, këto është që i hedhim neve, edhe disa speca të tjerë që nuk i kemi grirë. Pastaj ja do ta marrim mishin e sojës, ta kullojmë, edhe te salsa do hedhim edhe salcë domate, do ta trazojmë dhe pastaja në fund do ta hedhim mishin e sojës, do ta hedhim brenda duke e trazuar te salsa. Do t'i hedhim 1 gotë me verë të kuqe se jep shije fantastike, edhe do ta lëmë edhe një çikë dhe pastaj nga këto erza çfarë të doni juve, neve i hodhëm kri, piper të kuq, piper të zi, edhe turmeric, edhe një çik rigon në fund. Nuk i treguam të gjitha në video, po këto ishin të gjitha erzat i hodhëm brenda. Edhe del një pjatë fantastike me